Shokët, miqtë dhe familjarët sot i dhanë lamtumirën e fundit policit Hajdin Sejdini, i cili pas një smundje të rëndë rroi jetë dje në spitalin klinik të Shkupit. Para të pranishmëve që morën pjesë në ceremoninë e varrimit, u prezantua referati i bashkësisë lokale të fshatit Zajaz Zhuma dhe ai i muftinisë së Këshovës. Hajdini lindi më vitin 1982 në Zajaz. Shkollimin fillor e kreu në fshatin e lindjes, arsimin e mesëm në drejtimin e komunikacionit teknik në Tetov, ndërsa më pas e kreu edhe fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës. Pas mbarimit të shkollimit, më vitin 2004, Hajdini sistemohet në stacionin policor të Këshovës, ku dëshmoi aftësi në punë dhe u avansuan në pozicionin udhëheqës i sektorit të komunikacionit. Hajdini ishte një djalë shembullor dhe i dashur për të gjithë. Nga kolegët e tij dhe stafi udhëheqës, Hajdini do të kujtohet si një punëtor i përkushtuar në detyrat dhe obligimet e caktuara të organit ku ai punonte, si një djalë modest dhe shumë i përgjegjshëm në detyrat që i caktoheshin, u thanë ndër të tjera në referatet kushtuar jetës dhe veprimtarisë së tij. Për të kthyer sot tek Allahu xhaleshanuhu, e shpresojmë se ai do të fitojë shpërblimet e Zotit të Madh, sepse ai ishte një durimtar. Dhe gjithë ne dimë se ai u sprovua me një smundje të rëndë. Por ai duronte dhe gjithmonë thoshte atë se jam i pajtuar me caktimin e Zotit. Nuk është kolaj të themi lamtumir, nuk është e lehtë të ndajemi kaqëherën nga ti. Jo. Ti linde në vitin 1982 në një familje shumë të respektuar të brajve të Zajazit. Mësimet e para i kreve në vend lindje, pastaj vazhdove në Tetov, ku krite studimet e drejtësisë, e në të tjetën kohë duke qenë i punësuar në Ministrinë e Punëve Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Ishe dhe mbetesh shembulli më i mirë i ndërgjegjes sonë kombëtare, shembulli më i ndritshëm i mbamendjes sonë kolektive. Prandaj, të donim të lejonim të na iki shka qherë, të donim këtu, të donim mes nesh, ashtu të busqeshur, të panështruar, të mirë, të ndershëm me e larë. Caktimi Allahu të madhrushëm ishte që Hajdinin të bardh nga kjo botë e halleve, e shqetësimeve, e prengave në botën e përtejme, ku Allahu i madhrushëm ofron shpërblimin e tij dhe ne urojmë të jetë xheneti stacioni i fundit i vllaut ton Hajdin. Nëse do të donim të nderuar dhe të dashur prind, të dinim dëshirën e fundit të tij, unë mendoj që do të ishte që ju të jeni të fortë, ju të jeni të durueshëm, për arsye se kjo do i siguron të Hajdinit të prehet i qertë në xhenetet e Allahut të madhrueshëm. Gjatë 2 viteve të fundit, Hajdini vuante nga një smundje e rëndë e cila e ndau nga jeta dje më 18 dhjetor në spitalin klinik të Shkupit. Pas një smundje të rëndë, u nda nga jeta polici Hajdin Sejdini nga fshati Zajaz, i cili që nga viti 2004 ishte angazhuar në stacionin policor të Kërçovës. Hajdini lindi në vitin 1982 në Zajaz. Shkollimin fillor e kreu në fshatin e lindjes, arsimin e mesëm në drejtimin e komunikacionit teknik në Tetov, ndërsa më pas e kreu edhe fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës. Pas mbarimit të shkollimit, më vitin 2004, Hajdini sistemohet në stacionin policor të Këshovës, ku dëshmoi aftësi në punë dhe u avansua në pozicionin udhëheqës i sektorit të komunikacionit. Nga kolegët e tij dhe stafi udhëheqës, Hajdini njihet si punëtor i zellshëm dhe shumë i përgjegjshëm në detyrat që i caktoheshin, i dashur dhe i respektuar nga shokët dhe të afërmit e tij. Për 2 vite me radh, që nga viti 2020, Hajdini vuante nga një smundje e rëndë e cila sot i shkëputi ëndrat e tij dhe e la përgjysëm për kushtimin dinjitos në rrugtimin drejt suksesit në punë dhe për kujdesjes ndaj familjes. Zemra e tij pushoi së rrahuri sot më 18 dhjetor në spitalin klinik të Shkupit. Varrimi do të bëhet nesër në varrezat e fshatit Zajaz.